shërbimit të ati që tregton naften është më i ullë se sa ati në Macedoni? Jo, s'po bëj avokatin, po bëj të vërtetën unë. Shko. Gjatë qeverisë sime ka patur 32 licenca nafte. 32 licenca nafte. Por nuk ka patur 400.000 ton kontrabandë qeveritare nafte. Gjatë asaj periude ka patur 400.000 automjete dhe janë zhdoganuar 650-720.000 ton naftë. Dhe prodhoheshin në vend 200.000 ton naftë në Ballsh. Po, kurse sot 400.000 ton vinë nga Libia, po kush i merr ato mor? Po ku ka privat që mund t'i marrë ato i marrë vetëm qeveritarët. Ato vinë me gjemi, ato shkarkohen për qeveritarët. Pra, kjo është problemi i naftës. Por, nuk ka diskutim se në qofë se vend taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu, dhe unë prisja që ti sot, po të mos ishe hipokrit si që jetë filloje grevë në uris këtu, për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Fieri, dhe tani nuk pyet ma për ta fare. Zoti Braçi, procedurë. E para gjë që duhet të them është që kur flasim këtu, unë kam një diferencë shumë të madhe me njërin. Diferenca është që unë flas me letra, i flet me mend. Ky është problemi. Dhe është një diferencë shumë e madhe. Dhe se është një diferencë midis të vërtetës edhe gënjeshtrës. Po të flasim për modelin e taksave, është ai që ju thash atje. Modeli i taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Mbi një model të gjetur, kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shumë e thjeshtë. Gjermania, shumë e thjeshtë. Gjermania ka një nivel taksash. Tani se ti di dhe italisht. Edhe më vjen keq domethënë, po ta jap të tabelën. Merre, shikoje, me që di dhe italisht, shumë më mirë edhe se sa Berlusconi. Merre, shikoje dhe pastaj je verdiktet e tua. E fundi gjë që dua të them. Shiko. Të çohen këtu njerëz që për 6 vjet, plus 8 vjet, 14 vjet, 14 vjet, kur nuk i dhanë 1 litër naftë bujqve, pa akciz, 14 vjet rresht, pa akciz, natyrisht që është e tepër. Minimumi 6 vjet rresht, bujqet në këtë vend kanë marrë naftë falas, jo pa akciz, po pa lek fare, falas. A jam unë dakord me këtë që u bë tani? Jo, s'jam dakord, veçanërisht me argumentin që abuzoi dhe ne do ta heqim. Jo, me abuzoi dhe ne do ta heqim, u bë dëmi i madh me tatim mbi vlerën e shtuar në sektorin e bujqësisë. Abuzohet, ndëshkohet dhe politika shkon deri në fund. Faleminderit. Zonja Topalli, keni fjalën. Zonja Topalli, të lutem tani se nuk mund vazhdojmë dot. Zonja Topalli, ju lutem, keni fjalën. Zonja Topalli nuk e ka përmendur, të lutem, keni fjalën. Hapet, lutem. Hapu. S'pare njerë, flas me letra, apo flas pa letër, kjo është çështje ime. Ai që është i rrjedhur, nuk i ban mend. Po kjo është e vërteta. Çfarë ti bojën memorje time? Ti tham, ti shuaj, ti hedh letër, jo. Ato që them unë janë të vërteta. Dhe s'ka asnjë vend në Europë dhe në botë me taksen 1.1 euro për litër të nafte. Lexojeni dhe gjajeni një vend ta këtë tillë. Zonja Topalli, përgatitet zonja Sinaj.
Pak ditë më parë, u doq fasada një pallati. Një fasadë e bukur, e ndritshme, e reklamuar si modernitet. Por mjaftoi një shkëndi dhe gjithçka mori flak me njëherë. Do you want a drink Sepse, or something? kur fasada ndërtohet me shkelje, ligji, korrupsioni dhe propagande, ajo nuk qëndron, digjet. Një lloj si ajo fasad janë ndjekur zgjedhjet e lira në Shqipëri. Një lloj si ajo fasad po digjet parlamenti si institucioni i përfaqësimit dhe i kontrollit. Digjet besimi i qytetarëve tek demokracia. Dhe ndërsa propaganda vazhdon të lyejë muret nga jashtë, shqiptarët po jetojnë brenda një shteti ku liria, drejtësia, vota janë më të brishta sa ajo fasada që u doq. Kur një regjim kujdeset më shumë për fasadën se sa për themelet, sigurisht që zjarri bëhet i pashmangshëm. Po marr një Vetëm në ditët e fundit kemi 2 raporte ndërkombëtare, alarmante, për atë që ndodh në Shqipëri. Njëra është raporti i Eurostatit, ku flet për varfëri në Shqipëri, në nivelin 40% të shqiptarëve që nuk mbyllin muajin për nevojat më elementare të ushqimit. Dhe dokumenti i dytë i Parlamentit Evropian që flet për rrëshqitje demokracisë, korrupsion, rënje të shtetit ligjor. Në vendin ton, instrumentet që garantojnë lirinë dhe kontrollin e pushtetit nuk ekzistojnë më si garanci reale për qytetarët. Zgjedhjet nuk janë më një mjet i lirë për të ndëshkuar apo ndryshuar pushtetin, por një proces i deformuar nga presioni, kontrolli dhe nga abuzimi me shtetin, thot raporti. Institucionet që duhet jenë të pavarura janë dobësuar, ndërkohë që balancat që mbajnë gjatë demokracinë janë të kurrur deri në kufit e formës. Dhe kur qytetari nuk beson më se vota e tij mund të ndryshojë diçka, demokracia sigurisht që nuk funksionon. Mbetet vetëm një fasadë, si ajo fasada pallatit që u doq pak ditë më përpara. Dhe një vend që humbet këtë besim rrezikon të humbaz vetë thelbin e lirisë. Tek ne parlamenti në fakt është shembur. Shikojeni pak këto tavulinat mrapa. Janë të gjitha bosh. Bosh. Nuk ka qeveri. Bilas kryetari i parlamentit prej disa orësh nuk është këtu. Parlamenti nuk funksionon më si zëri i qytetarëve. Jo vetëm sepse nuk i përgjigjet indeksit të përfaqësimit për shkak të zgjedhjeve fasad. Nuk ka më komisione hetimore sepse i malli i ka ndaluar ato, që të kontrollojnë pushtetin, duke humbur dimensionin themelor të përfaqësimit dhe të kontrollit. Kryeministri nuk vjen më në parlament, nuk përballet me deputet dhe nuk i përgjigjet më interpelancave. Kur mungon llogaridhënia, pushteti bëhet në fakt i pakontrolluar. Dhe kur parlamenti nuk përfaqëson, kur qeveria nuk jep llogari dhe kur institucionet llogariten dhe kontrollohen nga një dorë, atëherë nuk kemi më një sistem demokratik normal, por kemi një pushtet të përqendruar, pa kontroll dhe pa balanca. Kemi në fakt një qeverisje që qeveriset nga forca dhe jo nga ligji. Sot në Shqipëri, gënjeshtra është bërë normale, e qetë, e përdiqme, e institucionalizuar. Ndërkohë që qytetarët përballen me varfëri dhe pasiguri, në këtë vend është ndërtuar një realitet paralel. Një realitet kur në Burgje bëhen festa me alkool dhe lëndë narkotike. Ku burgu nuk është më një vend dëshkimi, por vend privilegjesh për të fortët, por për ish kryetar parlamenti, ish president dhe ish kryeministër, ai është një vend torturash, ku nuk njihet më asnjë konvent. Një realitet kur nga qelit drejton trafiqe droge, ku nga qelit vendoset për zgjedhje, kur nga qelit fitohen tendera milionçe, një realitet ku digjen fasada dhe rrezikohet jeta qytetarëve ndërsa askush nuk marr përgjegjësi, ku drejtësia sfidohet hapur, opozitës i hiqet mandati, ndërsa pushteti është gjithmonë mbi ligjin, sepse është forca.
ku lënë fillë digjen dhe qytetarët nuk marrin dot frym jo vetëm pranë tyre, por edhe kilometra larg, ku skandalet nuk trondisin më askën sepse janë bërë normale, ku shpenzohen 50 milion euro për një koncert një ditor, ndërsa në buxhe blihet çdo privilegj, edhe një telefon me mijëra euro. Dhe ndërkohë, 150 burgosur kanë humbur jetën në qeli dhe askush nuk flet. Thusa ato janë mbyllur për të luajtur me jetën e tyre, me ekzistencën e tyre. Në një vend normal, kjo do të ishte një alarm kombëtar. Këtu kalon si një lajm i zakonshëm, sepse ky nuk është më shtet. Ky është një cirk i milionerëve të lidhur me grupet e të fortëve, ku pakica pasurohet në errësirë dhe shumica jeton në pasiguri dhe frikë. Ky është modeli që keni ndërtuar në fakt. Një Shqipëri ku pakica pasurohet me pushtetin, ndërsa shumica jeton me frikë, pasiguri dhe varfëri. Ky është modeli që i keni imponu Shqipërisë, propagandë në ekran, varfëri në familje, frikë në institucione, pa ndëshkushmëri për veten e tyre. 50 milion euro për një stadium një ditor, për një koncert të Kanye West. Një natë muzikë, një vit propagandë. Ndërkohë që sipas Eurostatit, 44.5% e familjeve me fëmijë dhe 37% e familjeve pa fëmijë janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social. Pra, ndërsa gjysma familjeve numëron lekt për bukën në fund të muajit, shteti numëron reflektort për një natë. Kjo nuk është ironi, është një cinizëm i organizuar, një qeveri që ndërton skena të përkohshme ndërsa njerëzit jetojnë në pasiguri të përhershme, që financon dorëtrokitjet e një nate por nuk dëgjon heshtjen e gjatë të familjeve në vështirësi, sepse varfëria nuk bën zhurmë, nuk ka skenë, nuk ka dritë. Në Shqipëri nuk jemi më përballë një shteti të dobët, po përballë një shteti të deformuar në thelb, kur ligji përdoret si mjet për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarin, ku institucionet heshtin përballë abuzimit dhe veprojnë vetëm ndaj të pambrojturve, kur e vërteta zëvendësohet nga propaganda dhe drejtësia nga selektiviteti. Atëherë shteti humbet kuptimin e tij. Ai nuk është më një rënd që garanton as liri, as barazi, por një mekanizëm që prodhon vetëm frikë dhe pa barazi. Në këtë pikë, kufiri mes shtetit dhe mafjes nuk është më një vijë ndarëse, por është një zonë e përzier ku pushteti dhe interesi bashkohen. Dhe rreziku më i madh nuk është vetëm kjo gjendje, por fakti që ajo rrezikon të pranohet si normale, sepse kur padrejësia bëhet rutinë, liria nuk humbet më njëherë. Ajo venitet avash avash derisa zhduket pa u ndjerë. Prandaj heshtja nuk është neutralitet, është bashkëfaqësi. Kur padrejësia bëhet ligj, rezistenca bëhet detyrë, thoshte Thomas Jefferson. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që të vinë nesër me datën 8 maj në orën 19 në protest për t'i dalë zot jetës së tyre dhe kombit tonë. Zonja Sinaj të përgatitet zotit Sara.